Me qëllim të përmirësimit të organizimit të futbollit në Maqedoninë e Veriut, Këshilli Drejtues i PFM-s në mbledhjen e saj të fundit ka miratuar edhe sistemin e ri për rregullimin e organizimit dhe strukturës së garave në nivel kombëtar dhe rajonal në futbollin e të rriturve. Sipas propozimit të miratuar, ndarja territoriale e Federatës së Futbollit të Maqedonisë do të organizohet në 6 rajone. Kjo do të thotë se me ndarjen e re rajonale, ekipet nga Lidhja Futbollistike Komunale e Tetovës, LPK të Gostivarit dhe ato të LPK të Dibrës do të garojnë në rajonin numër 6 që përfshin komunat Jegunovc, Tearc, Tetov, Zhelin, Brvenic, Bogovin, Vrapçisht, Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Dibër dhe Qendër Zhupa. Pra, Liga e tretë e rajonit numër 6 pritet të numëroj 14 ekipe dhe pritet të fillojë në shtator. Kampionati i ri do fillojë dikundin në shtator dhe do të numërojë së paku 12 deri 14 ekipe. Mbarësisht nga Gostivari dhe Dibra sa ekipe do japin në ligën e rajonit numër 6. Tetova në kese 10, si mbas numrit për shkak se ne kemi shumë ekipe. Dhe Gostivari sa kam njëri do hapet di, Dibra nuk e di, 1 apo di. Pra, sipas situatës në teren, rajoni i Tetovës është njëra nga qendrat më të mëdha të futbollit në Maqedoninë e Veriut.